من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paqja me mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ju. Të shfrytëzojmë edhe këto pak minuta para se të theret e zani i gjumos. E inshallah të na vlej se jemi banar përkohshme, aleikum selam, në jetën e kësaj bote dhe ajo që ka nevojë më shumë sot njeriu, populli, këshilla. Se reklama për me ble e me ju bon dikuj klient e me shku me harë buk me restorant që keni sa të dush. Por këshilla si me qeni regull, si me qeni mirë, si me qeni afër Zotit, si me qeni mirë në familje, këto i keni me pakic. Edhe them se nuk i merr një vend tjetër më përveç se në xhami. Informacione ka bot, por ata japin informacionet e shejtanit mallku. Po thoshte një gru, që është gru publike. Edhe pyetja ja, ç'mendim ke tha kështu? A duhet tha një burr tha që të kujdeset apo të mbylli tha shpenzimet e një gruaje? Domethënë bashkëshor të zi. Absolutisht jo tha. Burri nuk e ka për detyrë tha që të mbajë dhe të kujdeset për gruan e tij. Ma njëni kaptena. Edhe aty më rëmenje. Domethënë se çfarë përhapin tek moshat e reja. Që burri thot nuk ka për detyrë të kujdeset për bashkëshortën e tij. Ajo do të punojë vetë, do të jetë zonja vetë, do të shkojnë punë vetë, do të ketë llogarinë e vetë, të jetë plotësisht e pavarur nga burri i saj. Ju betohem Zotin se këta burrat kanë mbërlilon pa gra dhe gratë kanë mbërlilon pa burr. Këta do ta kthejnë shoqërinë edhe grumullin e popullit në një grumull të pavlerësh, me harë bukë e me rajon. Nuk ka asnjë përgjegjësi. Person publik, në qoftë se mund ndjekin i mirë vetë, ata ndjekin i milion vetë. Për të mos thonë krejt Shqipënia. Na Shqipëni? Aleikum selam. Pra, merrni atë sa dush informacione ju, po merrni atë që s'vjen punë. E kanë dërgu tronin e robit, e kanë ushqyer në atë mënyrë, sa që në atë ditë mendojnë për tjerë dhe asnjë s'mendon për veten e vet. Tjetra pa pikë turbi dhe që du borit dhe përviç, lek kam, makinë kam, punë kam, shtëpi kam, llogari banke kam, gjithë kam dhe, që du borit dhe, përviç, gru. Ja, këto e kanë qu. Këto e kanë qu. Kanë për të qu dhe ma keq, mos për baj halë në dy, po që e valin tonë, se këtosh, ju për familjen e juja, unë për familjen teme, dhe më thënë ta shohem këtë çështje, sepse do ta çojnë drejt shkatërimit të rënë. Drejt shkatërimit të rënë. E pra ne thash të përfitojmë në i këshill, mos me i ngjoh këto mundësisht, e me i bloku, me i vojnë shenja të këtë telefonin ku tjetë, se vallaj, që në moshë e që mi gjejtë dhe më thonë, djem, vajza, martu, pa martu, kjo për 6 muaj i shkatëron. Më thonë që burri mos të ketë kujdes për bashkëshorten e tij. Edhe ajo mos tjetë e varur në asnjë aspekt nga bashkëshorti i saj. Atëherë mos i lidh punor varë. Lejtë sëllën si gamoni dhe gamarica, lejtë sëllën rrugët, edhe asë si lloj vlere, asë si lloj familje,
edhe pasha Allahun, pa që jetë ma shumë se sa unë, kështu keni vërti pa rrugët. Zotin e rujt ne dhe familjet tona, inshallah. Ajo hadithi para gjumës së ishte, tha njani prej shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dashurin tha, dhe më thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka mësu tha 6 gjana. Për një 3 në folëm në gjumat e kalume, edhe ajo që ishte për sot ishte ta fal atë që më ka dëmtu. Dhe më thënë ta më shiroj atë që më ka dëmtu. Vëllaj, këta janë moralet larta. Kur themi moralet larta, janë moralet atyre që do të shkojnë për xhenetin e lartë. Janë nisë për xhenet. Thamë që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndodhin. Do më thënë u akuzu gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha, Allahu e mëshiroj. Allahu zbriti ajet Kurani, apostofat që e dliri, me dlirë dhe me thonë e pastroj. Tha, mas u merrni me shpifje, mas sajoni gjanat kota, sepse kjo është bashkëshortja e pejgamberit e pastër. Të shti kur Allahu xhelel zbret ajet apostofat. Mirë po, disa njerëz u angazhuan në shpifje. Dhe Ebu Bekri tha për një hallëxhi që e ndihmon dhe gjithmonë. Po edhe te tha i angazhu në këtë shpifje, tha. Se keni parasysh të që angazhohen njerëzit se përhapet ajo. Sidomos në kohën tonë, përhapet shumë letime, sepse del ajo ti e jep në internet edhe kretë bota mbrëmja 3-4 minuta që morin vesh gjithë. Po thaj, edhe tha se ti e gjallë nuk të ndihmoj më. Allahu xhelel duke e ditë që Ebu Bekri ishte një burr shumë i madh, shumë zemër gjanë, shumë me zemër të madhe, bamirës i madh. Zbriti një ajet apostofat. Tha të ndershmit nga ju, të pasurit nga ju, tha, që betohen se nuk do të ndihmojnë më atë që i ka hyrë hak, tha, a nuk doni që Allahu t'ju fal 2 herë? Për Zotin. Atëherë kur e mori vesh pejgamberi, Ebu Bekri, sa po i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka zbrit filon ajet. Tha, vallahi kam vërtet dhënë. Prap do të ndihmoj, megjithse, domethënë dëmtoj, sepse u mor me shpifje. Nëse arrini këtë gradë të lartë moralit, për Zotin s'keni rrugë tjetër, vetëm se rrugë drejt xhenetit. Vallahi, gjithë na kanë hyrë hak me fjalë, me ofendime, me sharje, me të gjitha format. Vallahi unë vetë i kom pa hajrin, kur ja kom pa halal, kur ja kom fal, i kom pa hajrin. Edhe ju inshallah, se njerëz gjallë jeni, mund t'i hynin hak, po edhe mund t'i hynin hak. Pra, si t'ua them që t'ua rraf gjoksin, unë t'u them që shiko, unë nuk i hyn hak kujt, jo vallahi. Shejtani na përgjon ta bletrunin, si me thonë, regati aty, për me qut tek e keqja. Inshallah para se të thrasim me zonin, edhe i lutje na kërkojnë sot nga larg, nga jashtë Shqipërisë, një djalë me emrin Kristi, familja elhamdulillah ashtu zu, dhe me thonë, kanë fillu të ndinët erën e islamit, e të besimtarit islam, edhe i fëmija i ka bën një aksident, edhe goxha po heq, po vunë, po lodhët, edhe në kërkuan dhe nësat si xhami që të bëjmë lutje bashkë, që Allahu t'ja lehtësojë inshallah. Edhe mjafton njonit për jush, Allahu t'ja pranoj, që them se jo njonit, por Allahu të gjithëve jo pranon, sepse jeni me një të pastër, me abdes, të bëj gati për ta falendëruar dhe adhuru Allahun. Edhe nga lutjet më të mira që bën janë ata lutje për vllajën, për mikun, për shokun, duke mos qenë ata hiç prezant. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, lutjet e mia shkojnë sot për Kristin ya Rabbil Alamin. E sollën e katit të lutem bekoje, mëshiroje. O Allah, vazhdoje jetën me iman, me besim, me rizq halal. Vazhdoje jetën me mirësi dhe begati ya Rabbil Alamin. O Allah, shëroje. O Allah, shëroje. O Allah, shëroje.
O Allah, ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Zbashku me prindrit e tij, babain dhe nënën, bekoj, mbroj, siguroj, me një mënyrë që të mos kenë nevojë me jashtrit dorën kërkujt vesh madhënisë tënde, o i madh i Zot. O Allah, sot ta drejtojmë këtë lutje në këtë ditë xumaje, ja Rabbil Alamin. Pranoje për Krishtin dhe bekoje dhe ne e lajmë në kujdesin e madhënisë tënde, ja Rabbil Alamin. Po dhe prindit bekoj e mëshiroj dhe ja Rabbi Zot, e gjithë familja qoftë në kujdesin e madhënisë tënde, ja Rabbil Alamin. Udhëzojnë e gjithë shka që e fitojnë knajsin tënde dhe e largojnë hidrimin tënde, ja Rabbil Alamin. O Allah, pranoje këtë lutje prej nesh dhe prej gjithë këtij xhamati sot në këtë orë xumaje, ja Rabbil Alamin. S'kemi tjetër veç madhënisë tënde, vetëm ty t'i drejtojmë lutjet dhe vetëm prej teje e presim ndihmën, ja Rabbil Alamin. Për gjithë shka të lutem, ne prano, o i madhi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu e pranon.